Ka politika ide sot, kur themi ide i referohem dhe asaj që ka qenë dhe kontributi juaj kryesor në politikë, pra për çështje të mëdha, shpopullimi, demografia, çështje që kanë të bëjnë me varfërinë absolute apo relative, hendeku financiar, ekonomik, po dhe digital. Pra ka ide politika sot, se nuk i dëgjojmë këto tema të trajtuara, ne dëgjojmë vetëm kush shan kë, më tepër se sa dëgjojmë një debat. Pikërisht kjo është gjëja që unë edhe kam shkruar dhe ti e di që, domethënë, këtu më shumë dallohen nga sasia e sharjeve sesa nga sasia e vlerave, apo nga qëndrimet majtas, djathtas, apo nga idet politike. Këtu nuk mbështetet, lufta politike nuk mbështetet në idet, domethënë, po këtu për fat të keq, domethënë këtu nuk kemi parti ideologjike. Dallohen nga sharjet, nuk ka parti ideologjike. Edhe tjetra është që e majta ka lëvizur djathtas dhe e djathta ka lëvizur majtas në Shqipëri. Natyrisht që ka ndryshime edhe në botë për sa i përket të majtës dhe të djathtas, po mbeten shtyllat kryesore, mbeten padyshim dhe parimet kryesore mbeten. Dhe unë jam ndonjëherë se kujtoj që në zgjedhjet e Italisë në 2013 Mario Monti tha që me sa duket domethënë e majta dhe e djathta s'kan më asgjë për të thënë, domethënë janë. Unë i referohem gjithmonë Antoni Gidensit edhe Norberto Bobbio's, por e kam të brendshme këtë që padyshim që bota ka diferenca, që kanë lëvizur dhe në botë, sepse Marine Le Pen sot nuk është Marine Le Pen që ishte, nuk është i jati, jo, pas Marine Le Pen e fillimit, pra ka bërë një metamorfozë. Po le të shkojmë edhe në Anglinë konservatore, edhe unë do marr Kamerunin. Kameruni për shkak të votave arriti që bëri marrëveshje jo vetëm të majtën, por bëri kompromise edhe për orientimet seksuale, gjë që ishte e papranueshme për ta. Çka do të thotë që ka ndodhur, po gjithsesi aty mbeten disa parime. Pastaj nëse do flisnim Thatcheri Merkeli, është një diskutim që mund ta bëjmë një herë tjetër, po janë diferenca të mëdha dhe padyshim që domethënë do një diskutim të gjatë. Shumë faleminderit zonja Leskaj. Kisha kënaqësinë të kisha Valentina Leskaj, një nga politikanet, aktivistet, natyrisht në fillimet e saj edhe si gazetare, pedagoge, pra me një kontribut shumë dimensional në këto 35 vite të tranzicionit demokratik për të hedhur apo për të krijuar një pasqyrë të si ishte politika dje dhe si është politika sot, a ka ide politika shqiptare, si po lëviz politika botrore dhe në rrafshin e ideve, dhe besoj shumë informative edhe për dëgjuesit tanë. Miru takofshim në puntatën e radhës.